Partit e para zoti Berisha, dashur është tërhequr, sepse nuk e keni futur në listë mbyllur, ka qenë më i votuar i primareve. Absolutisht jo. Asnjë gjë e tillë nuk ka, ai është një njeri i respektuar plotësisht, nuk mundet kurse si që të mbaj një qëndrim, por kjo listë këto mundësi kishte. Është përjashtuar nga lista apo ka qenë në listën e hapur? Jo, lista e hapur s'është përjashtuar, as mund përjashtohet, por ai ka meritat e veta. Natyrisht nuk mbase se di se unë po marr vesh nga ju. Se ky është problemi. Jo, s'kam komunikuar. Mund tani ky imi këtu ka mira mesazhe, edhe mund të ketë dërguar, nuk e përjashtoj mundësinë. Por kjo që mund t'i them, ai është njeri i respektuar. Zoti Berisha, po a zhbën kjo procesin e primareve sepse ai ishte më i votuari në qarkun e Elbasanit? Nuk është në listën e sigurt. Jo, shiko, mos shkoni në ekstreme. Primaret janë një kriter themelor. Edhe me diasporën ka qenë angazhuar. Ja, pa diskutim. Me merita, nuk jam hor kush. Çfarë merita nuk pati zoti Berisha? Prit tani një minutë. Nuk u bashkua shpejt PD-s? Këto janë teknika të dëshpruara. Teknika të dëshpruara, ju doni të mbuloni emrat e atyre që dolen. Mëzër, çfarë kishte sot në dëshmitë e skapistëve në gjykatë? Shpëtuat nga një telefonat ju nga Lali Vjellsi që të shkoni këto të bëni ato. Jo, nuk e bëte. Nuk i bëjmë ne këto, ne merremi me ju zoti Berisha. Pse më të votuarit nuk janë në listë të sigurt? Janë. Kush janë më të Disa votuarit prej janë në tyre. listë? Tani të miratohet lista, se s'është miratuar. Nuk më shkon mua tani të nxjerr listën kur s'është miratuar, se Po nuk një është nga miratuar. 5 çështjet më të rëndësishme Elbasani, ju më të votuari nuk do e keni as kandidat zoti Berisha. Ajo nuk dihet, ajo thuhet ti. Kështu ka deklaruar, e ka deklaruar. Ai deklaron, po pastaj mund të ndryshojë mendimin. Berisha ka një ide publike që ju më shumë se sa për 11 majin, po mendoni për 12 majin. E vërteta është për qeverinë. Po mendoj për qeverinë pas 12 majit. A bijoni ti që Kam son- po largimin e alatëve. Në rast se humni zgjedhjen. Tani unë po them që do të jetë po përgatis qeverisë e ardhshme, ti më thua ato, po ja po. Zoti Berisha, Nuk mund të pajtohen pa po pajtuar. largohen edhe aleatët. Një prej partive aleate ka deklaruar që do të shkojë drejt Partisë Socialiste, pra ka dhënë dorëheqje nga koalicioni juaj. Sa ç'është i vjetër njeriu është dhe tradhtia. Nuk e çi bën. Nuk e çi bën.